qëndrimet politike të shtetit shqiptar, unë mendoj që do jenë të qarta dhe duhet krijojmë aleanca, sepse ajo që ka vujmë ne sot si kom dhe si popull është sepse ne nuk kemi pas aleanca të qëndrueshme. Pra, ne kemi ba aleanca si mas momenteve në bazë të lëvizjeve momentale dhe interesave që kanë qenë ideologjike, jo kombëtare. Për shembull ne patëm aleancë me Rusinë, me atë për kaq vjet dhe ja ku përfundum. Tash unë mendoj, në këtë situatë që jemi, përderisa ne duam shkojmë në Europë, ndërtojmë një shtet evropian, aleancat në këto do të kesh, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, se kur vi puna në një konflikt, funja funit, për shembull Serbia ka marrë gjithmonë aleancat me Rusinë. Jam dakord. Aty e shohin interesin, aty e shohim shtetet dhe aty kërcënojnë. Tash biles boni një kërcënim prapë që un kam ushtri tha. Jam shumë dakord me atë që thu. Jam shumë dakord edhe patjetër se ne jemi shtet i pafuqishëm ushtarakisht, që të flasim drejtën, shtet i pafuqishëm ekonomikisht akoma. Pra e vetmja mënyrë që ne të jetojmë në një ombrell mbrojtëse mendoj unë, duke pas parasysh të rrethimin e fqinjve tanë që jo pa qëllim thatë ju janë me Iranin, unë mendoj që ne duhet bëhemi me një ombrell të fortë. Ombrella forte jona në këtë moment është Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe duhet krijojmë një aleancë qëndrueshme. Patjetër, Europa është. Se për çfarë do Europa thuaj dhe Shtetet e Bashkuara? Se kemi mineralet, kemi pasuritë toksore, çfarë kemi? Jam të shumë dakord. Vetëm pozicioni geopolitik. Që të jemi qartë. Për sa i përket për shembull për sulmet në SBA që bëri SBA-ja të mirë të njanshme pa miratimin e Kongresit. Presidenti Clinton nuk është e lishme. Presidenti ja sabur, unë nuk e di, nuk jam. Ja, nuk është e lishme. Unë po trajtoj. Duhet pyesë Kongresin, duhet njoftoj kombin amerikan për bërë një sulm, por nuk është amerikan, edhe e dikte. Bill Clinton, presidenti Clinton, një figurë e respektueshme dhe më dashamirëse e establishmentit të SBA-s për çështjen shqiptare, tha që kjo është një çështje e gabuar. Dhe ndërkohë kjo e bën që ai zotëria po shumë unë ta shkurtoj se e kam pa edhe Teddy Cruz me atë Bill Carlton e gjithë ato. Jo, edhe këto hardcore të Partisë Republikane. Me Bush me Cheney me gjithë. Pra, të gjithë këto kanë rënë dakord që kjo është një vendim i gabuar, në një moment të gabuar. Për këtë arsye që ne i përmendëm. Tani kjo nuk e prish marrëdhënien Shqipëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përkundrazi, kjo e pasqyron tablon që politika jonë të jetë e tillë që të ketë qartësim, sepse neve po shikojmë që edhe dinamika në SBA-s nuk është si para 10 vjetësh. Nuk kemi një SBA siç e kemi pas dikur. Dhe ndërkohë, për sa i përket Bashkimit Evropian, ka një qasje shumë më liberale se sa Shqipëria në raport me Iranin. Dhe unë nuk kam asnjë lloj problemi se Shqipëria mban këtë qendrim me Iranin fare. Le ta mbajë Shqipëria këtë qendrim me Iranin. Por unë them që në politikën e jashtme, ti duhet shkosh me Bashkimin Evropian. Dhe nuk duhet marrësh thjesht se ti nuk je fuqi rajonale, fuqi botërore që dalësh ti i pari nga 176 shtete që Kombet e Bashkuara, ti thjesht me 13 shtetet që votojnë për një kauzë dhe 149 tjerë të votojnë kundra, se bërë qesharak në këtë lloj koncepti logjik, kam drejt besoj. Pra, unë për këtë shqetësohem, unë nuk shqetësohem fare për këtë lloj qëndrimi që dihet që është qëndrim perëndimor, i cili duhet të thellohet dhe perëndimi tashmë nuk është një, ka shumë perëndime, por ne jemi në Bashkimin Evropian, jemi në këtë territor, kemi këtë aleancë, kemi vujt ato aleancat e kaluara, jemi mirënjohës SBA-s për Kosovën, është merita tërësisht e SBA-s më pas e NATO-s për Kosovën edhe pavarësisht tonë të hershme dhe ato që harrojnë këto gjëra, ato janë njerëz të cilët nuk e kanë njohjen e marrëdhënieve ndërkombëtare, shkencave politike, po edhe çështjen e besimit, ato kanë probleme me qasje kryesore thelbësore për ato që i përkesin interesave të kombit shqiptar në këtë aspekt. Pra, ajo ideja është se shikojmë në rrjetet sociale shumë komente nga shumë fetar që dashje pa dashje ngatarrojnë ndjesitë njerëzore, çështjet emocionale, qëndrimi njerëzor, se njeriu do rri me njeriu kur shef gra dhe fëmijë që vriten nga qielli. Nuk ka njeri të thjesht i cili thotë që nuk është. Nuk ka, edhe kur ato kokat që prejnë nga ato barbare që theti, nuk ka njeri normal me dy pare koke në sy, edhe thotë që këto. Unë jam edhe për atë gjendje që shoh në rripin e Gazës, është allatarshme, tash janë fëmijë, njerëz zotë. Nuk e themi ne thot Kombet e Bashkuara, nuk e themi ne thot institucione, thot Bashkimi Evropian. Ato 55.000 fëmijë e gra që janë vrarë, punë duhet marrë fund. Nuk kemi ne fuqi, po ne kemi fuqinë e fjalës.
Unë kam fuqi ta them fjalën e vërtetë. Aty ku duhet ta them me shpirt dhe me zemër, ashtu si e besoj unë. Po jo në kurriz vendit tim, jo në kurriz njerëzve të mi, jo në kurriz të interesave kombëtare, jo në kurriz popullit tim, por në shërbim popullit tim dhe në shërbim të çdo njeriu kudo që është. Se ne po flasim faktikisht për Gazën, po për Sudanin e Jugut, po për Yemenin, po për Ukrainën që është hequr, po për shumë vende të tjera, u harru. Pra në njeriu nuk duhet të jetë emocional, po duhet kemi një politikë të jashtme racionale, mendoj unë, ndërtuar në bazë një arsye dhe aq sa është pozita jonë geografike dhe politike e situatës. Unë nuk jam ndjekës shumë i mirë, po jam ndjekës i situatave ndërkombëtare. Beni, me që e solle këtu, mendon se ky konflikt dhe agrivimi që u bë që mas ngjarjes tetorit 7 tetorit. Mendon se 7 tetori ishte shkaku apo u gjet shkaku për 7 tetorin? Unë mendoj se u gjet shkaku. U gjet shkaku. Dhe mendoj që shtetet e forta me inteligjencë të fortë, me teknologji të fortë, din gjërat paraprakisht përpara se ndodhin. Po politika, për arsye të karrigës, për arsye personale, për qasje, i lejon disa gjëra për të arritur disa gjëra tjera më të mëdha. Nuk jam konspiracionist, po kjo është logjikë politike. Kjo është teori konspirative. Nuk jam konspiracionist, po nuk thash gjë. Që dështoj. Nuk thash këtë. Që dështoj, domthon inteligjenca më e fortë në botë, Musadi aty. Po mirë. Dështonte nuk e di. Ajo është katastrofë se si. Unë nuk e di këtë, dështonte nuk e di. Po unë di që të them që ajo është shkaku i gjetë, sepse konflikti i tyre është shumë i hershëm. Grupet palestineze të cilët luftojnë për pavarësi nga Izraeli janë nuk është vetëm Hamas, janë 56 grupe. Kanë edhe OÇP-n të njohur ndërkombëtarisht deri për vit përpara marrëveshjes të Oslos, ishin organizatë terroriste në tërësi, pastaj fituan çmimin Nobel për paqe. Dhe aty që nuk ka njeri me 2 mend kokë që nuk do thotë që duhet të ketë zgjidhje për 2 shtete. Me fjalë duhet të jetë shteti i pavarur i Palestinës me shtetin e Izraelit. Kjo është edhe kërkesa e Ligës Arabe, është edhe kërkesa e Konferencës Islamike. Është kërkesa e Shtetit Bashkuar me Clintonin. Me Clintonin. Kërkesa e Bashkimit Evropian. Kryeministri aktual nuk e pranon këtë gjë. Tani ai nuk e pranon këtë gjë. Kjo punë nuk mbaron për mua. Derisa nuk ka. Pse nuk e pranon? Po nuk e pranon sepse ky ka kundërshtime dhe mbrenda vetë Izraelit për të. Se ky është në aleancë me partitë ultrafetare të cilat kanë 31 deputet. Nuk ka mazhorancë demokracia izraelite. Nuk ka siç kanë qenë nga vitet 47 në 70 që e majta atje triumfonte në mënyrë sistematike, pra laikët e Palestinës. Izraelit fal. Ato qytetarë të cilët e kishin fen, po nuk e politizoshin fen për arsye. Po mirë, a mendon ky se një moment mund të kthehet dhe në bumerang gjithë kjo, domethënë? Po patjetër ato thonë vetë që kjo po rrezikon ekzistencën, po rrezikon qasjen, prandaj po hyn nga lufta në luftë, kur e thotë presidenti Clinton këtij duhet një luftë që të rikryeministër tani unë nuk kam çashtoj kjo gjë. Unë di të them që fatkeqësi shumë e madhe që në ato zona atje të bekuar ku është 2/3 e pasurisë botës, ku ato vende mund të krijojnë paqe të përgjithshme për të gjithë qytetarët e tyre, me fjalë të krijojnë vit pas viti, dekad pas dekade konflikte të pafundme. Dhe ky konflikt konfliktet krijojnë konflikte. Po, dhe ky sepse gjithë kjo masakra që po ndodhin tash ato fëmijë që këndran do bëhen ato nuk të harrojnë kurrë. Po, patjetër, krijet një brez me urrëtie të tmerrshme. Dhe jo vetëm nga një palë, nga të 2 palët, dhe kur i kanë pyet disa miqtë e mi, disa intelektualë dhe profesorë, si ka mundësi që janë kaq brutal të dhunshëm. Për të 2 palët që luftojnë. Sepse janë rritur me logjikën e dhunës.